Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Unë jam Vergji Bazelli. Sot kemi të ftuar Donsila Bicin, mjeke fizioterapiste. Ka studiuar dhe vjen nga Greqia. Përshëndetje Donsila. Përshëndetje Vergji. Mund të na prezantosh dhe të na thuash arsyen pse je bashkuar Shpresës Demokrate? Me shumë kënaqësi. Atëherë unë jam Donsila Bici, vi nga qyteti i bukur i Elbasanit. Kam jetuar dhe kam studiuar për shumë vite në Greqi, në profesionin mjeke fizioterapiste. Por para disa kohësh vendosa që të kthehem në vendin tim në mënyrë që të kontribuoj në profesionin që unë kam studiuar. Por kur u ktheva, unë hasa shumë vështirësi në këtë pjesën, pra në gjetjen e një pune, duke qenë se unë s'jam marrë asnjëherë me parti politike, duhet të merresh patjetër me një parti që ti të zgjidhë një vend pune. Prandaj dhe unë ju bashkova Shpresës Demokrate sepse pas disa intervista të profesor Pilinçit që u bënte thirrje gjithë të rinjve për nisëm kombëtare që të vinë nëse janë jashtë ose nëse janë dhe këtu ke vendi i tyre që të kontribuojnë për vendin e tyre në profesionet që në profesionet përkatëse që ato kanë. Kështu që u bëj dhe unë thirrje të gjithë të rinjve që të bashkohemi të gjithë Shpresës Demokrate dhe të kontribuojmë dhe ne për vendin ton, pra këtu në Shqipërinë tonë të bukur. Faleminderit Donsila. Faleminderit Vergji. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët. Shihemi në transmetimin e radhës.